këto. Mirë mëngjes, Nuhi. Mirëmëngjes, Gonxhe. Po, një vjedhje e rëndë është raportuar në një depo të materialit ndërtimor në fshatin Buçe të Dragashit, në rrugën Prizren Dragash, ku persona të maskuar dyshohet se kanë hyrë me fort dhe kanë marrë rreth 15.000 euro nga një kasafort, e cila më pas është zgjetur e demoluar pranë objektit. Ngjarja ka ndodhur me datën 9 maj në orën 7:25 minuta, ku një qytetar nga fshati Blaq, pra bie që i është pronari i kësaj depoje të materialit ndërtimor, i cili e ka ndërtuar atë në afërsitë e një fshati tjetër, pra në fshatin Buçe, ka raportuar në polici se në depon e tij në fshatin Buçe është kryer një vjedhje e rëndë. Sipas tij, personat të panjohur janë futur me dhunë përmes derës së balkonit në katin përdes dhe kanë hapur me forcë kasafortën, nga cila janë vjedhur rreth 15.000 euro. Sipas dëshmisë së viktimës, kasaforta e demoluar dhe zbrazur pra është gjetur në afërsi të vendit të ngjarjes, ndërsa në vendin ku ka ndodhur kjo vjedhje kanë dalë patrulla policore, njësitë e forenzikës drejtuesisë, ndërsa roja e objektit ka deklaruar se gjatë natës nuk ka vërejtur asgjë të dyshim. Ai ka theksuar se aktualisht nuk ka persona të dyshuar, ndërsa hetimet për rastin janë duke vazhduar. Pra, ky është lajmi sa i përket vjedhjes së rëndë që është shënuar kohëve të fundit në komunën e Dragashit, që është ndër komunat më të qeta, po edhe atje fatkeqësisht nuk është gjithçka e bardhë, Gonxhe. Mirë, faleminderit shumë, Nuhi, për këto informacionet që i sollen në këtë mëngjes. Gonxhe, edhe një rast në Të lutem shkurt, po, shkurt lutem, se s'kemi kohë. Po, një person ditën e ndjeshme në mesditë